Sot jemi shumë të lumtur që po finalizohet projekti I parë me Trust Circle Foundation në bashkëpunim me shkollën Mileniumi 3 dhe besoj që ky projekt do të jetë vetëm fillimi dhe do ketë shumë projekte tjera me radhë. Ashtu që shëtësik edhe Riodi, sot jena shumë të lumtur që dëmon po finalizohet projekti por që kemë bashkëpunim me Fundacionin Trust Circle, ku vetë se jena bo dëmon bashkë dy fundacione që kemë kauzën e njëjtë që është qasja e aftësisë të kufizume. Kena pos rastin në shkollën ku gjendemi në shkollën shtatmorëse me intervenu me bo të qashëm tualetin e shkollës, edhe me bo një pjarrin të përshtatshme të shkollët në hyjmjen e shkollës. Duke falendëruar gjithmonë edhe donatorin në shkollën Mileniumin e 3. Kjo është dëshmi, domethënë është vetë si fillim I shumë punëve që kena me bo bashkë me Fundacionin Trust Circle. Nëpërmjet këtij projekti, çka është e rëndësishme është mocek që po dëshmohet që po realizohet një drejt elementare që është qasja fizike për nxënësat që janë përdorus të karrocës, edhe po shfrytëzojmë edhe rastin me bo thirrje mas shumë të institucionet që me përkrah dëmon këtë kategori, edhe s'po me ja plotsu kushtet që këta nxënësa me pas lirinë e ecjes domethënë edhe mos me pas problem domon për shkollim, edhe gjithashtu bojmë thirrje edhe të donatorët e tjerë që njëjtë sikur Mileniumi 3 qysh kena pas fatin me bashkëpunu për këtë shkollë, me vazhdu edhe me shkollat e tjera se dim që nevoja është mjaft e madhe si në kryeqytet në Prishtinë, ashtu edhe në komunat e tjera. Edhe një shumë I lumtur sot që përfaqësoj Fundacionin Trust Circle dhe jemi këtu në përurimin të shkolla shtatmorëse. Kisha dashur me falendëru tim Riadin për bashkëpunimin, edhe shkollën Mileniumin 3, sidomos lumen që është prezente. Është një rast special që fëmijët kanë shit gjërat vogla për me mbledh parët, edhe me mundësu me pas një qasje për fëmijët edhe të rinjt me aftësi të kufizume, për mu kanë shumë empatike, që kjo është gjëja më e rëndësishme këtë kauzë. Ndoshta nuk është një buxhet tepër I madh që kena mujt me arrit tret bashkë, po është I mjaftueshëm si një mesazh I fuqishëm vendin tonë që me pas empati secili për këtë kategori, edhe me I ofru të drejtat bazike që janë të shumë edhe kushtetutën tonë. Kështu që mendoj që ky projekt është vetëm fillimi I shumë projekteve që kemi bërë bashkë, edhe shpresoj që si shoqëri kemi me kontribuar në këtë pjesë, edhe me qenë sa më optimist, sa më pozitiv, edhe me qenë sa më bashkëpunues, sidomos shkolla, drejtoria e arsimit, si në këtë rast ka qenë më bashkëpunuese shkolla Mileniumi 3 se sa të tjera. Kështu që kisha pas qef sa më pozitiv edhe bashkarisht me vazhdu këtë kauzë. Ne s'kemi më unal, kemi me vazhdu edhe me qytete tjera, kështu që jem shumë I lumtur edhe një herë për bashkëpunimin që e kemi si ekip, edhe shpresoj që kjo e mirë s'ka me undal. Kemi vazhdu me kriju qasje të reja në shkollat tona edhe për fëmijët tonë, të cilët janë më të mirët e të këtij vendi tonë. Si koordinator e klubit bamirësisë, bashkëpunim me Fundacionin e Riadit edhe të krenarit gjithashtu, shkolla Mileniumi 3 ka nda fonde për mirëqenjen e kategorive, kushtimisht me I quajt veçanta që I quajmë në për shkollat publike, mi ofru mundësi kushtet barabarta, kushtet të cilat realisht janë të garantuara me ligj, mirë po në pamundësi të ofrimit të infrastrukturës prej institucioneve, po besoj shtetërore. Atëherë na kemi marrë iniciativë bashkërisht më jep mundësi të qasjet barabartë gjithëve. Uroj që kauzat të tilla të bashkohen edhe qytetarë tjerë të rëndëm të institucione edukative arsimore, biznese pse jo. Për kauzat të tilla besoj se jemi të gjithë me një zoa këtu që jemi. Edhe uroj hirave tjera me shku ma mirë gjithçka Riadit, Fundacionit ti uroj shumë suksese, po gjithashtu bashkë kemi mja dalë edhe në kauza tjera. Masi që vetë se kena bo domethënë një përvojë me kauzën e aftësisë të kufizume dhe për qasje kognitisht që jem të punu tash e 3 vjetë, e kena po domethënë në mbo statistika të përgjithshme, tash po folim jo veç për pjerrina dhe për toalete, po të llogarit krejt qasje në rrugë në institucione tjera shtetërore dhe private, mbo statistika është veç 7% që plotësohen kushtet për këtë kategori. Të marrë parasysh masanaj prej terrenit që vetë se është na dëshmu dhe vetë kjo punë, përshojmë që edhe në shkolla të marrë parasysh edhe në kryeqytet, numri shkollave në cilat kena intervenu është mjaft I madh, ku kena pas rastin deri tash parafërsisht dikon 2-13 shkolla me intervenu veç në kryeqytet.
të marrë parasysh ato që janë projekte dhe janë plan që me u realizu në të ardhmen. Na tash dhe me thonë vetë se kena fillu me identifikimin e shkollave në komunën e Gjakovës, edhe ato e kena po që numri dhe me thonë i shkollave që nuk kanë qosje, shkan për 1040 shkolla. Kështu njëjtë po besojmë dhe jem bindën që ka me nadolë edhe me komunat e tjera, kështu që është me thonë edhe mshme se so numër i madh është i shkollave që nuk kanë qosje. Dhe na kena ose dhe në raste ku për shkak që ty në kushteve elementare, fëmija veç sa dhe s'kanë mujtë me thonë me vazhdu shkollimin, ose veç sa nuk e nisin fore arsimimin fillor. Po shpresojmë që këtë gjendje zboshko dhe me thonë me Trust Circle zboshko me donatorët e tjerë që është Mileniumi i Tretë, zboshko me shoqërinë civile, me të mon edhe të bo punë, edhe të avoku, edhe të bo thirrje dhe me thonë për ngritjet vetëdijësimit, si të familjet që kanë raste të veta me aftësi të kufizume, si të shkollat, si të institucionet, që me mënu edhe me bo vendin tonë, Kosovën tonë, me bo më të mirë dhe më të përshtatshme për krejt kategori.